Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ja dedikoi konferencën e së hënës projektit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, duke konsideruar atë si një nga aferat më të mëdha korruptive në vend. Berisha deklaroi se kontrata aktuale po i kushton shqiptarëve më shtrejt se sa vetë vepra, pasi sipas tij, qeveria do të kompensojë për 10 vite të gjitha biletat e pasagjerëve që nuk shiten sipas formulës së parashikuar nga koncesionari. Që qeveria shqiptare të paguajë për 10 vite me radhë të gjithë biletat në numrin e parashikuar. Sipas kësaj kontrate ultra korruptive, qeveria do i paguaj çdo vit 9 milion euro, mbi 9 milion euro koncesionarit dhe mund dhe më shumë. Qeveria pra, shqiptarët, do paguajnë në 10 vite 135 milion euro. Do paguajnë edhe 20 milion euro më shumë se çka kushtuar aeroporti dhe koncesionari do të shfrytëzojë aeroportin për 35 vite me një fitim të llogaritur 700 milion euro. Kryedemokrati pretendon se inxhinieri supervizor i pistës është ratisur në Britaninë e Madhe, duke lënë të hapur pyetje mbi cilësinë dhe sigurinë e punimeve. Burime serioze më thonë mua që asfalti dhe pista janë jashtë të gjitha standardeve, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndaj dhe supervizori është ratisur në Londër. Njeriu ka përgjegjësi për çdo centimetër katror të cilësisë në atë pistë. Kjo përveç vjedhjeve të mëdha, kjo ka dhe një problem madhor, siguria e jetës njerëzve. Ju e dini që unë kam qenë kundër ndërtimit të atij aeroporti, të cilën lubia e servirte më të madhe si më i madhi në Ballkan. Sipas tij, problemi është përforcuar nga konfliktet mes dy aksionerëve të kompanisë që menaxhon aeroportin. Valon Ademi, aksioner i minorancës, zyrtarisht me 2% të aksioneve, por që pretendon 47%, ka akuzuar publikisht Bexhet Placollin për mashtrim, ndërsa ky fundit ka reaguar duke folur për një komplot kundër tij, duke premtuar se do të japë përgjigje me fakte. Berisha përfundoi konferencën duke paralajmëruar se kjo kontratë, siç tha ai, është një ngarkesë financiare pa drejtë për qytetarët shqiptar dhe një kërcënim potencial për sigurinë e pasagjerëve, ndërkohë që përfitimet e mëdha i përkasin vetëm koncesionarit.